Po që tashmë jemi përpara kryeministrisë në turmën e cila ka mbritur dhe që pritet me thirrje kundër kryeministrit Edi Rama, zoti Berisha së bashku me drejtuesit e tjerë të kësaj force politike. Protesta radhës kjo e Partisë Demokratike, një protestë kombëtare. Me këto pamje të drejtë për drejta nga bulevardi Dëshmorët e Kombit, kam rritur në këto momente përpara kryeministrisë dhe zoti Sali Berisha, i shoqëruar dhe nga dy nënkryetarët Luciano Boçi dhe Agron Gjekmarka, njëkohësisht edhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike zoti Flam Noka, shoqëruar dhe nga deputetë të tjerë të Partisë Demokratike. Shohim qytetarët të cilët mbajnë flamuj të Partisë Demokratike, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pankarta me mesazhe të ndryshme, duke përshëndetur dhe zotin Berisha, i cili pozicionohet përballë me podiumin e vendosur, aty ku pritet që të mbahen fjalime, siç ka ndodhur dhe në protestat të mëparshme. Ndryshe nga herët e tjera, Partia Demokratike i është rikthyer sërish podiumit, aty ku pritet që të artikulohen mesazhet politike nga aktivist, antar të Forumit Rinor, eksponent ndoshta të Partisë Demokratike. Nuk është zbuluar ende se si do të jetë skenari apo agjenda e fjalimeve që do të mbahen në këtë podium. Kujtojmë që kjo është protesta e 7 kombëtare e thirrur nga opozita, ku qindra, ndoshta mira qytetarë, janë bashkuar thirrjes së Partisë Demokratike në sheshin përpara kryeministrisë, ku kërkesa vijon të jetë e njëjtë, dorëheqja e kryeministrit Edi Rama dhe krijimi i qeverisë teknike. Ka filluar zyrtarisht protesta, ndjekim. Jemi sot në protestën e radhës kombëtare të opozitës shqiptare. Shqiptar 19 prillit. Kemi e një arsye për të protestuar. Për vjedhjet galopante, vjedhjet shëmbullore të Edi Ramës. Për pastrimin e parave në ndërtim. Për arsimin e rënuar. Për vjedhjet në Akshi. Për bllokimin e integrimit të Shqipërisë. Për pasaportën narkotrafikut, për farsën elektorale, për korrupsionin me rrugët, për drejtësinë që mbron Belinda Ballukun, për largimet masive të larta, të papërballueshme, për quar rruga xhirore që përdoren Edi Rama, për rritjen e çmimit të benzinës dhe postartin e ndihmës të Edi Ramës dhe qytetarëve shqiptar, për ligjin që mbron hajdutën, ose arrojnë në shpenzimet e luksit që përbohen në të kryeministri. Të gjithë bashkë, japi Ramaj! Ftoj të pari në podium. Kreu në Forumit Rinor të Partisë Demokratike. Deputetin, Besaj, Qoferin! Dashur qendrëstarë, të rinj dhe të reja, qytetarë të lirë të Tiranës dhe Shqipërisë. Sot, jemi mbledhur në këtë shesh, jo thjesht për protestuar kundër një qeverie, por për të dëshmuar se shpirti shqiptarit nuk bjehet, nuk poshet dhe nuk dorëzohet përballë një regjimi që po na vjedh të tashmen dhe po na vret të ardhmen. Vetëm dje, në Parlamentin e Shqipërisë,
Ne ngritëm zërin për një vërtet të lidhur që po rrezikon jetën e qytetarëve tanë çdo ditë. Folëm për fasadat e rrezikshme, për polisterolin që po i them pallatet e Tiranës në mina me sahat, duke rrezikuar jetë njerëzish për shkak të babëzisë dhe korrupsionit me lejet e ndërtimit. Por, a nuk është e gjithë qeverisja e Tiranës fiksi ato fasada prej polisterolit? Një shtet i lyer me bojrat e ndezura të propagandës, i bukur për të parë nga jashtë, por thellësisht i kalbur, i korruptuar dhe jashtëzakonisht i rrezikshëm nga brenda. I korruptuar dhe jashtëzakonisht i rrezikshëm nga brenda. Mjafton një shkëndije vetme e së vërtetës. Mjafton pak drejtësie pa kapur, që i gjithë ky pushtet prej fasade të shkrumbohet dhe të bjerë në tokë. Të nderuar miq, ata e kanë kthyer Shqipërinë në një çiflik personal. Paratë e taksave tuaja, djersa e prindërve tanë, nuk shkojnë për shkolla më të mira, nuk shkojnë për spitale ku gjen shërim, as për rrugë dhe as për siguri publike. Ato shkojnë drejt dhe në xhepat e një grup përmes tenderave sekret dhe koncesioneve fantazëm. E çfarë po i ofrojnë rinisë son sot? Çfarë po ofrojnë bashkëposatarëve të mi? Vetëm dy rrugë, nënshtrimin ose emigrimin. Shpopullimi i Shqipërisë nuk është një aksident i historisë. Nuk është as edhe një fenomen global, siç duan t'ju ashesin. Është një projekt i mirë menduar i këtij sekti në pushtet, për të zbrazur vendin nga të rinjt rebel, nga profesionistët e ndershëm, nga mendjet e lira që nuk pranojnë të ulin kokën dhe të kthehen në patronazhist të bindur. Por unë si kryetari i Forumit Rinor dhe bashkë me gjithë ju këtu, sot ju them, ne nuk do t'ikim. Ky është vendi ynë, kjo është toka jonë. Shqipëria nuk është e varfër, Shqipëria është e vjedhur. Ne nuk mund t'ja lëmë atë dheun ton atyre që e trajtojnë si plaçk tregu. Rinia e këtij vendi nuk ka lindur për t'u bërë forcë pune e lirë në rrugët e Evropës. Ne kemi inteligjencën, forcën, arsimimin dhe kurajën për ta bërë Shqipërinë një vend begat të denjë për familjet tona. Por për ta bërë këtë, duhet të shëmbim murin e pandëshkuesmërisë. Duhet të ngrem një kryengritje morale dhe qytetare, një rebelim kundër të keqes që na kanë zënë frymën. Ne jemi këtu për të kërkuar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Jemi këtu për t'i thënë atyre që fshihen pas dyerve të atyre godinave të pushtetit, që ky pustet i takon sovranit, i takon popullit dhe jo bandave. Mos keni frikë nga makineria e tyre e propagandës. Ata duken të fortë vetëm kur ne jemi të përçarë, vetëm kur ne heshtim. Por shikoni këtë shesh sot. Shikoni forcën e bashkimit. Ky lum njerëzish është merri tyre më i madh. Le të jetë ky 17 prill, dita kur ne i themi mjaft fasadës së kalbur, dita kur i themi mjaft vjedhjes së shpresës, dita kur dëshmojmë se Partia Demokratike dhe opozita shqiptare janë e vetmi alternative vërtet për të rikthyer këtë vend në shinat e Evropës. Ngrihuni, bashkohuni, mos u dorëzoni, sepse nesërmja u përket atyre që guxojnë, atyre që nuk heshtin, atyre që e duan Shqipërinë. Zoti ju bekoft ju, Zoti e bekoft rinin shqiptare, Zoti e bekoft Shqipërinë. Fitore!